nga një burg i sigurisë së lartë në simbol të tragjedisë së vitit 1999. Burgu i Dubravës është një nga institucionet më të njohura dhe më të përfolura në historinë e Kosovës, jo vetëm si objekt korrektues, por edhe si vend që bart kujtime të rënda nga periudha e luftës. Burgu i Dubravës u ndërtua gjatë kohës së ish Jugosllavisë dhe shërbeu si burg i sigurisë së lartë për të burgosur të ndryshëm. Gjatë viteve 90, sidomos në kohën e regjimit të Slobodan Milošević, burgu u përdor për të mbajtur edhe shumë shqiptar të Kosovës përfshirë të burgosur politik. Ngjarja më tragjike lidhet me majin e vitit 1999 gjatë luftës së Kosovës. Në atë kohë, burgu u bë skenjë një masakre të rëndë. Forcat serbe fillimisht pretenduan se objekti ishte bombarduar nga NATO, por më pas doli se një numër i madh i të burgosurve shqiptar u vran nga vetë forcat serbe brenda burgut. Raportet ndërkombëtare dhe dëshmitë e të mbjetuarve tregojnë për ekzekutime masive dhe trajtim njerëzor. Pas luftës, burgu i Dubravës vazhdoi të funksionojë si institucion korrektues nën administratën e autoriteteve të Kosovës. Sot ai përdoret për mbajtjen e të burgosurve që kanë kryer vepra të rënda penale, ndërsa mbetet një simbol i dhimbjes dhe kujtesës historike për atë që ka ndodhur gjatë luftës. Historia e këtij burgu është një kujtesë e fortë për periudhat e errëta që ka kaluar Kosova, por edhe një thirrje për drejtësi dhe për të mos harruar kur viktimat e pafajshme.